Meksika nuk do të paguajë për murin kufitar që ka vendosur të ngrej presidenti amerikan Donald Trump. Presidenti i Meksikës Enrique Pena Nieto deklaroi se vjen keq për barierën dhe se vendi i tij nuk beson në mure. Në një fjalim para kombit, presidenti i këtij vendi deklaroi se kishte theksuar disa herë se nuk do të paguajë për këtë. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos. Më vjen keq dhe dënoj vendimin e Shteteve të Bashkuara për të vazhduar me planet për ndërtimin e një muri që na ndan në vend që të na bashkojë. Vendi im i ka ofruar miqësi Shteteve të Bashkuara dhe kemi shprehur gatishmërinë për të arritur marrëveshje me qeverinë e saj. Enrique Pena Nieto megjithatë nuk tha se do të anullojë ose shtyj udhëtimin në Washington më 31 janar për të takuar Donald Trump. Shefi i shtëpisë së bardhë Donald Trump nënshkroi një ditë më parë urdhrin ekzekutiv për një barierë të pakalueshme fizike dhe ka thënë se Meksika do të rimbursojë Shtetet e Bashkuara për të. Trump tha se ndërtimi i murit do të fillojë brenda disa muajsh. Sipas tij, muri do pengojë përdunuesit dhe kriminalet meksikan të hyjnë në territorin amerikan. Së fundit, Trump ka në plan që të pezullojë dhe vizat për qytetarët e 7 vendeve muslimane në lindjen e mesme. Mediat flasin se këto vende janë Siria, Iraku, Irani, Libia, Sudani, Somalia dhe Jemeni.